Çfarë duhet të bëj dikush që ka gjithkohës të sikletin kur udhëton të bllokimit të veshëve, ka dhimbje që nuk janë fort të durueshme? Përgjithësi, unë kam edhe topa vesh që i maj për pasagjerët që ne s'na lejohet, se duhet më najtë ton kohën vigilent si mas situatave, por topat e veshëve i ndihmojnë shumë për me hapë kanale, dhe më thonë, për me pas më shumë ajër dhe mas me pas probleme. Mandej, nëse kanë dhimbje të vazhdueshme, patjetër kontrollin të mjeku. Do një ushtrim nga frymarrjen, apo? Po, në përgjithësi ne kena disa lëvizje që bëjmë me kolekte dhe nga një herë qeshim me njëri tjetrin kur lexojmë vetin tu bata lloj veprimesh. Lëvizim nofullat. Okej. Lëvizim nofullat, po na shbosin në formë mekanike, i lëvizim shumë momente dhe bëjmë ushtrime. Okej. Por shpeshherë ju demonstrojmë edhe pasagjerëve që kanë dhimbje në atë moment dhe i tregojmë që vazhdo, se për shkak japim shumë çimçakeza dhe janë shumë ato çimçakeza që kena hangër ne dikur që s'po ja jap firmë, domethënë, fix, eksakt, ato lloj sepse ndihmojnë shumë.